Tyre ushtrimi vullnetit, ne vetëdijshëm kontrollojmë nevojat fizike, pra vetë disiplinohemi. A është i mjaftueshëm një muaj për të na futur në binar, kështu për të na kthyer në natyrshmëri, që vetë disiplinohemi në shumë aspekte. Se gjatë vitit nuk është se jemi të rregullt në ushqim, nuk është se kemi kujdes në raportet me njerëzit, na lëshohet goja, e shumë aspekte ka që për Ramazan të paktën mendojmë 2 herë. Fillimisht më lini t'ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi të jemi mesin tuaj, të përshëndesim zonët e nderuara dhe panelistët. Padyshim që Ramazanin ne si besimtarë përgatitemi një kohë 6 muaj, ndoshta pak më herët sipas argumenteve tona që i kemi. Të parët tona, ata që kanë qenë selefët, ne i themi, jemi përgatit 6 muaj duke lutë madhin Zot që ta zojnë Ramazanin të jenë histar dhe pistar të saj. Dhe të njëjtën kohë pas Ramazanit e kanë lutë Zotin që 6 muaj ditë që pranon ato punë dhe veprat e mira që i kanë bërë. Nga shqythyri dhe në kohët e iftarit disiplina është prezente në mesin tonë. Zoti fuqiplot e kalon këtë muaj si freskim për besimtarët. Padyshim që kemi agjërimet ndryshme gjatë tërë vitit, dita hon, dita ete, mirë për Ramazan him komplet. Kur t'him komplet, i bjen të kuptojnë se zimin e mëngjes dhe faljen e namazeve në kohë të rregullt, shtimi i namazeve të taravive, shtimi i bamirësisë, rujtja e gjuhës, ndalja e epshit dhe ndalja shqetësimi nga gjërat që i ka ndaluar Allahu fuqiplot, secili nga ne është më i mbrojtën dhe më i ruajtur. Mundohet që çdo aspekt i jetës së tij, ditës dhe natës, që të jetë në shërbim të Zotit fuqiplot. Dhe kjo reflekton në për shkolla, ku i kemi nxënës studentat, reflekton në për punë që njerëzit zgjohen më herët, janë pak më aktiv, edhe pse është Ramazan, nuk do të thonë që do të flet tërë ditën. Vetë disiplinën e ka që edhe nëse dikush ngacmohet nga agjëruesi, thotë unë jam agjërueshëm. Jep të kupton, stop, nuk lejohet më shumë me vazhdu sepse po e ngacmon agjëruesin. Dhe të njëjtën kohë pejgamberi Zoti na ka treguar një hadith të vërtetë se nëse ka polemika të shumta, ai thotë se le polemikën për hir të Zotit, dhe pse është i drejtë, tha koni shtëpinë në xhenet. Ka të kuptohet që ruaj agjërimin ton. Vetë disiplinën e bën besimtari gjatë ditës gjatë natës që më marrë shpërblimin atë kostën e madhe që kalon Zoti për ne. Faleminderit shumë. Besar ti je psikoterapiste, në aspektin psikologjik, sa na disiplinon ky muaj? Si ndikon tek ne? Sfida që mos të ham, mos të pim, të ruhemi prej shumë gjërave. Si ndikon? Fillimisht mirë mbrëma, faleminderit për ftesën, edhe urime gjithë besimtarëve musliman muajin e shenjtë Ramazanit, e dash Zoti dalshim faqebartë prej tij. Në aspektin psikologjik, faktikisht mundemi lirisht me quajtë edhe si një akt kompleks psikologjik edhe agjërimin për shkak të benefiteve të shumta që ka në shumë aspekte. Mundemi me quajtë për shembull jo vetëm si akt fetar ose privim nga hëngra, haja dhe pija, mirë po është edhe një farë forme rritje edhe përveç asaj shpirtënore, domethënë edhe rritje identitare, edhe zhvillim edhe forcim i karakterit, është edhe ngritje, rritje domethënë psikologjike në aspektin intelektual po ashtu, për shkak se ka një sër procesesh aty brenda që kryen agjërimi, e që është një ndër ta domethënë është autofagjia, detoksifikimi i trupit prej toksinave, e po ashtu në këtë rast